Ti, që ke një makinë me kamio automatike, ndroj vajin çdo 65.000 km. Ti që ke një makinë me kamio manuale, ndroj vajin në çdo 85.000 km. Ti që ke një makinë kanadeze dhe amerikane, benzine, përdor gjithmonë 540. Është variacioni dhe pompa e vajit që lidhet me TBN-n e tij që nuk shkakton dëme në motor. Çdo lloj preparati tjetër vaj lubrifikant është i dëmshëm dhe dik fashot. Ti që ke një makinë europiane nafte, përdore gjithmonë me formulat çift pa e çuar mbi 540. Nuk është e nevojshme trashësia e vajit. Ti që ke një makinë benzine europiane, përdore gjithmonë me një 040 dhe 540 gjithmonë me rekomandim të veçantë. Nuk kërkon trashësi vaj. Ti që ke një makinë me kamio robotike, 2 litra vaj merr në të, ndroje çdo 60.000 km, i rifreskon robotin dhe bën të pavdekshme. Ti që e ke makinën me antifriz blu, boja çdo 6 muaj rifreskimin e saj. Ti që e ke me antifriz të kuqe, boja çdo 6 muaj me rifreskimin e saj. Çdo rifreskim antifrize ul vlerat dhe rrit performancën e lartë në qarkullimin e ujit të motorit që e bën motorin pavdekshëm. Dhe ti kurrë nuk do bosh për testat. Ti që ke një autovetur që ec me timon, ndroj vajin e grupit timonit çdo 65.000 km. Ndro alkolin, përdori trut e kokës për të bërë vepra të mira dhe për të siguruar jetën tënde. Çdo gjë nis nga tani dhe çdo gjë nis nga kjo video. Shpërndaje dhe dërgoja mikun tënd më të ngushtë. Mbaje mend, këto janë këshilla që askush nuk t'i jep. Kujdes me makinat njerëz.